mirë dhe të gjithë ata që po na ndjekin. Faleminderit shumë. Redion, po nisim me atë se çfarë ka tronditur gjithë komunitetin artistik dhe jo vetëm, është vdekja në moshë të hershme, kjo vdekje e papritur e këngëtarit Shpat Kasapi. Ka pasur reagime të shumta, po besoj ju edhe i keni përcjell më mirë, më nga afër. Sigurisht në aspektin njerëzor ndjej një lloj varfërie për shprehur të gjithë atë trishtimin apo edhe të gjithë atë, le të themi, ndjesie, sikur të mblidhet në shpirt kur u përballe me lajmin dhe padyshim ikja në këtë moshë kaq të re dhe kaq të papritur, sigurisht që ka tronditur jo vetëm komunitetin e artistëve, por çdo shqiptar që më së paku e ka dëgjuar një herë në jetën e tij Shpatin. Sigurisht që kolegët e tij kanë treguar dhe kanë ndarë me publikun se kush ishte Shpati, por ne kemi njohur përgjatë rrugtimit të tij një Shpat i cili është prezantuar te publiku me këngë që do të mbeten përjetësisht, një ndërto valle kosovare, një valle që do të na lidh përjetësisht edhe do të trashëgohet nga brezi në brez. Sigurisht një humbje është shumë e madhe për një figurë që ne jemi rritur me të, jemi mësuar dhe jemi evoluar, le të themi, në çdo fazë të jetës së tij, siç u shpreha kolegët e tij kanë shprehur të gjithë ato keqardhje, trishtimin, befasim për këtë humbje kaq të papritur dhe kur nuk u priste, pasi Shpati ishte aktiv, ishte në koncerte, do të kishte pjesëmarrjen e tij në Big Brother Albania VIP5, siç edhe e tregoi vetë produksioni, por edhe moderatori Ledion Liço, ku ndau dhe një mesazh ngushëllimi. Nga ana tjetër janë të pafund artistët që kanë reaguar dhe kanë ndarë ato ndjesitë e trishta dhe keqardhje. Një ndërto edhe miku i tij më i ngushtë, ndoshta Blero, ka kërkuar edhe që të shpallet një ditë zier për të kujtuar të gjithë kontributin. Po, Redion, pikërisht te këto do i marrim me radhë dhe të diskutojmë secilin veç e veç, mas para se të kalojmë tek kërkesa e Blerës edhe mënyrën se si u pret ajo më pas në opinionin publik. Ndalemi tek një reagim i cili po besoj se ishte komplet njerëzor nga ish e dashura tashmë të ndjerit Afërdita Dreshaj, e cila ishte e njohur pikërisht për lidhjen që kishte me këngëtarin tashmë të ndjer Shpat Kasapin. Çfarë përmbajti mesazhi? Ishte një postim? Sigurisht ishte një postim si gjithë të tjerët, ngushëllues, edhe është minimalja që mund të bënte për një njeri që ka pasur edhe një të shkuar, por jo vetëm vetë Afërdita, por çdo njeri, le të themi, është ndjer i trishtuar dhe ka ndarë atë, le të themi, sikletin apo atë lëngimin që ka ardhur nga marrja vesh e lajmit. Po. Në anën tjetër e përmende se ka reaguar edhe moderatori i Big Brother, i formatit reality Big Brother VIP Albania, Ledion Liço, i cili ka bashkangjitur një tekst mbi fotografinë e Shpat Kasapit, ku e ngushëllon familjen. Për të njëjtin, Redion, nuk e di sa vlen të diskutohet tashmë, mirë po kishim ditë më parë, ne kishim diskutuar pikërisht me juve në studion tonë të mesditës se po flitej se do hynte në formatin Big Brother të Shqipërisë këtë vit. Po, tani më u kuptua që dhe Shpati ka qenë një nga banorët që kishte firmosur kontratën dhe do ta përdorte Big Brother ndoshta për një trampolin për të kaluar një tjetër, le të themi, pasqyrim të asaj që ai bën në sytë e publikut, për ta parë një tjetër ndryshim në jetën e tij, por më e rëndësishmja që tashmë mbetet për ta bërë të tjerët është ndihma që ai do të jepte dhe do të më ndjej se është shumë emocionale dhe një tip që unë që i përjetoj shumë gjëra, sigurisht që nuk është aq lehtë të flasësh për një person si Shpati që muajt e fundit ka pasur edhe një lloj komunikimi me të për shkak të lajmeve që dolën në verë për dasmë dhe ka qenë shumë njerëzor dhe shumë i hapur për të ndarë dhe për të treguar. Po sigurisht që mbetet, le të themi, një gjë shumë e trisht, pasi do ta shikonte Big Brother si një lloj trampoline edhe për djalin e tij, siç e tregoi dhe bashkëshortja që është në Itali për të kuruar. E qartë, Redion. Në mesin e shumë artistëve që